Mafia shqiptare, çfarë është realisht dhe si funksionon krimi i organizuar shqiptar? Termi mafia shqiptare përdoret shpesh në media si etikete vetme, por në praktik nuk i referohet një organizate të centralizuar me një kupol të vetme. Më saktë, bëhet fjalë për rrjetet e krimit të organizuar, organized groups, me lidhje familjare, shoqërore dhe diasporike, që bashkëpunojnë ose konkurrojnë sipas interesit, dhe që operojnë në disa shtete njëkohësisht. Këtë model rrjeti e theksojnë vazhdimisht edhe raportet europiane mbi krimin e organizuar. Pse rrjetet shqiptare janë bërë internacionale. Raportet e agjencive të zbatimit të ligjit në Europë e përshkruajnë krimin e organizuar si gjithnjë më ndërkufitar, fleksibël dhe i ndërtuar mbi bashkëpunime mes grupeve të nacionaliteteve të ndryshme. Në këtë panoram, agjencitë britanike theksojnë se grupet e krimit të organizuar shqiptare janë të lidhura me disa kërcënime në AB, veçanërisht në furnizimin dhe shpërndarjen e drogës. Fushat kryesore ku përqendrohen. Në vlerësimet ndërkombëtare, rrjetet kriminale nga Ballkani Perëndimor, përfshirë shqiptarët, përmenden më shpesh në trafikun e drogave, me theks të kokaina në tregjet europiane dhe kanabisi në rrugë rajonale. Pastrim parash dhe investimi të ardhurave në ekonomi legale, biznese, pasuri të paluajtshme, ete, duke e bërë krimin më të vështirë për të dalluar nga aktivitetet e ligjshme. Krimet të tjera të organizuara, kontraband, dokumente të falsifikuara, lehtësim migracioni të paligjshëm, që zakonisht shoqërojnë ekonominë kriminale dhe rrjetet e transportit. Si funksionon në thelb, model biznesi, jo folklor. Autoritetet europiane e përshkruajnë krimin e organizuar modern si biznes kriminal, i orientuar nga fitimi, me role të specializuara, me investim në logjistik, komunikim dhe financa. Në këtë model, rrjetet ndërtojnë besim brenda rrethit, shpesh përmes lidhjeve familjare u shoqërore. Bëjnë aleanca pragmatike me grupe të tjera, jo gjithmonë vetëm shqiptar. Minimizojnë ekspozimin duke përdorur ndërmjetës dhe shtresa të pastra ekonomie për të fshehur origjinën e parave. Çfarë thon operacionet dhe raportet zyrtare? Vetë Europol raporton goditje periodike ndaj rrjeteve të organizuara shqiptare, duke i përshkruar si ndërkombëtare dhe të përfshira në trafik droge, me arrestime në Shqipëri dhe në vendet e BE-s. Edhe Eurojust ka bërë publike operacione ku përmenden rrjete të udhëhequra nga shqiptar, të lidhura me trafik kokaine dhe struktura të përpunimit. Në Itali, raportet institucionale mbi kriminalitetin e organizuar analizojnë bashkëpunime, infiltrim ekonomik dhe evolucion sipërmarrës të mafjeve. Një kontekst ku shfaqen edhe grupe të huaja që lidhen me trafikun e drogës dhe ekonominë e paligjshme. Pse kjo çështje dëmton shoqërinë shqiptare dy herë? Ka dy pasoja paralele. Dëmi real kriminal, droga, pastrimi i parave, korrupsioni, deformimi i tregut dhe kapja e hapësirave ekonomike. Raportet ndërkombëtare e lidhin krimin e organizuar me korruptim, frikësim dhe dobësim institucionesh. Dëmi i stigmës kolektive. Termi mafia shqiptare shpesh përdoret për të njollosur të gjithë emigrantët shqiptar. Kjo është e padrejtë dhe e rrezikshme. Krimin e bëjnë rrjete të caktuara, jo një komb. Çfarë po bëhet dhe çfarë mungon? Në Shqipëri, institucionet e specializuara theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si pjesë e luftës ndaj rrjeteve që operojnë përtej kufive. Por lufta reale matet me 3 gjëra: ndjekje financiare, konfiskim pasurie, dënime të qëndrueshme, sepse krimi i organizuar mbahet në këmbë nga paratë, jo nga mitet. Përfundim. Mafia shqiptare nuk është legjendë urbane, por asnjë komand e vetme. Është një ekosistem rrjetesh kriminale që lulëzon aty ku ka para të shpejta, institucione të dobta, korrupsion dhe mundësi ndërkufitare. Raportet e Europol, dhe strukturave europiane e përshkruajnë krimin e organizuar si më të sofistikuar, më fleksibël dhe më të vështirë për të çmontuar, pikërisht sepse është bërë biznes.